Përshëndetje miq të dashur. Mirë se vini të dalë në analizë, sepse po bëjmë analiza. Miq, e ndëgjova Daut Haradinin, pas ka thonë që ai që më ofendon mua ose familjen e Haradini, do të të përballet me ligjin. Po, i nderuam, plotësisht pajtona me ty, sepse me ofendue nuk ka mirë patjetër, sepse mbi gjitha jemi shqiptar. Ka gabime to që janë, me kritiku bon, po me ofendu nuk bon. Unë pe këtu i të bëj thire prej osës Norvegjis, bëj thire, a moni kohët mos ofendoni. Amo Daut Haradinaj, Ramush Haradinaj, edhe juve i bëj thire, a moni kohët mos ofendoni. E pse për thëmë këta, e ndëgjoni gjatë videos. Miq, shkojna. Të ndëgjojmë as pari vitën e Dautit, ku pas ka thonë, shkojmë. Telem Shana, ai ka më përgjish çfarë do forme të mëshme. Do të me menu, ai ku do që jeton. Edhe ai që vajton tash në Gjermani, një që kish pashkru para një muaje. Këta e vrasë, këta e kriminal, tash mos të qënë njerëzë, heq mos vajton, domethënë ai duhet më orë më përgjish para drejtësisë. Nëse unë jam vrasë, ka të kalzon kënë e kom bra. Ai që ka burë, Daut absolut se njëri që del para kamerës, ose shkruan aty, edhe në fund të më falë, ai që ka burë, sepse të na thëjnë fjallë popullore, mas pari me na, tani falë. Një. E dyta, unë me thonë sinqerisht se besoj këta, por nejse. E dyta, Daut, të na thëjnë fjallë popullore, ku del tym, diçka djeget. Edhe pa hangër hudër, vallahi e razvjerën. Ta shone ma shumë zdi, po që të fjallë i di i kom një për pleqve. Shkojna miq? Pra ju për registroni, për të rëgjën e kemi që në prokurori tonë, ata i kanë unë, ata rejse që të drejt në aeroport, ata i ka më u lidhë, edhe me dalë për adresisë, asë ka më që mund bërë. Sa i bjanë që ti për deshe, dhe vëkon të ki informat, ose e ko dëshmitar. Për ndryshe, njerës tanë duhet me pas shumë kujdes. E tash, vitën tonë e ndëgjumë, Daut, tash ti spjegon a neve, kush me njek Ramush Haradinin? Sepse Ramush Haradina ofendon kryeministrin, na ofendon neve, na qunë zagarë. Shkojna miq? Punon në Beograd për elektroprivedën e Shkërbisë. A ka sen ma të dopt, a ka sen ma të liksh, se më marrë me gruën e kryeministrit? Shka. Me të vërtet kjo është turp. Shkojna miq? Për mu është e konfirmume që kri shërben interesave të Shërbisë. Kjo është Ramush Haradina shumë keq për ty një, edhe është rran. E di shumë mirë të këta. Po, dizoformon. Sepse ai që i ka thonë, ata kanë pagu, me thonë, e o dalë ka thonë, ka kërku falje, që jo nuk është këtu, unë e kom rajt. Po ti nuk je dalë asë njerë me kërku falje. Me thonë që po, kom gabu se, a i ka thonë, edhe i shkon rran. Me mira kom për ti me dalë me kërku falje, që i ke thonë këtë rran. Se ka rajt i kush, e ke spjegu ti. Edhe me kom gullje, kjo problemi. Shkojna miq? Ja, këtu, më falë, po do të me thonë po rranë, që së është e vërtet. Se këtë Kosovë adin që nuk është. Me keshare e për thonë, po në aton e dim që së është. Kështu që demantim. Kjo është nivel njëllë për ty Ramush. Qevi Kurti është njëri i poshtë. Go, Daut, go. Qeveria një është poshtë. Shta mislit o Vučiću? Po, e që në e kërkoja gazna. Këtu, shkallë e livdan, Albin e shanë. Unë e për thonë veç dy fjallë. Unë me pas shpinë vorët mushën si Ramush Haradinaj, ose Daut Haradinaj, ose si familja Haradinaj, edhe me përmen, sërbë, me thonë një kryeministit temë, që ti ma shkohë se ata për besun i shani keq. Ma shumë s'po thomë, po unë i përvedi i shani keq.
Pra ju e dini ma mirë, jeni politik, ju e dini ma mirë. Ju po dini? Grani? Ja sam ga vidio, nisam se sreo s njim, ali ja sam ga vidio u Hag. Kad je Ali kaj to bi boli već për vota? Došli su oni i Nikolić na posjetu Šešelja tada. Ky s'me zonë ma shumë timpare, Gone. duke u shy Zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem rejtë. Davut Haradinaj, Zagar jim ne, që për nacion vllajt. Kush u marr me Ramushin tash? Sepse kur dalsh në ato në thush, aq që më shon mu, aq që na shon neve, do përballet me ligjin, atëherë pse Ramushi ose përballet me ligjin? Apo na tregoni ndërum? E që ata që i shojnë, ata nuk janë që shme thonë, nuk muna me thonë që si janë njerës, po nuk kanë nivel, e kanë nivel në ullët. E në këtë nivel po hini edhe ju, këtë aspekt Ramushi. Ju nuk përmëna qëreve, se na jem pa shkollë, thujza, nuk jem politik, ju jem politik. Ju nuk guzërim e ra në pret njerëzve, të rjetëve sociale. Po edhe një, si stash ma heret, pa hongër, hudër, e ras vjen. Pse s'po thojmë për tjertë? Unë se di. Unë e po thonë veç ka puni. Kështu që shkojnë amiq. Sepse maron se mu marrë me grutë kryeministrit, ku punon që ka punon. Edhe mi thonë 51% popullit Zagar, e ti më delë mund televizor aty, e më thu që aj që më shonë mu, ka më përballë me ligjin, të dyja s'po përputhën. Davut. Mi fysh shqiptar. Politit këto i kam thonë që Gone. shpioni shërbis. Po është shpioni shërbis. Gone. Po është traftare i njëri që lenë ushtrinë e vetë pa bukë. Shka ti të me i thonë ti njëri? Kjo është ran e kullune o Davut, më falë, Ramush Haradinaj. Je ka rana shqyqare para poplet, po të njën bota, o i nderum. Ma se marrë me rajt gjithë këj burë o burë. është marrë me rajt. Se do të dokumentoj këto që ka po thëmë. Ma burë se turp o burë me rajt. Sidomos ju, që jeni familje shajt, respekt të njetën. Ma burë mos del me rajt, mos i korit herojt. Që kur të përmenë atal, prapë do të më që në kom. Ma burë edhe ose turp, është turp me disë parlamenti, mi thonë kërëj ministret, për një grështë vota. Së merë një vota ma shumë o burë. Nuk merë një vota ma shumë o burë, pëse del një shane Albin Kurthin. Pa të vërteta, se mi pa të vërteta, unë i bashkan gjitë me nëherë. Pa të vërteta. Pro, turpi, s'pëmit ka kërkon miqë. Shkojna. E kaluan ushtrinë e vetë pa bukë kënjeri. Që e bon këto? është e vërtet. Se po i ndohë këti, se si ndohë një bëj tjetër, gjatë gjithë eksistensës tonë që 20 vjetë. A që të janë rësia, edhe kjo rësi, po, edhe kjo pahiri, me vetë ushtrija pa bukë. Mërë Ramush ku i ra, qëfar gjendje e ra. Nuk po dy që ishme marrë vota të gënyrë, të i marrë me gruët kryeministrit, të i marrë me votus të kryeministrit, të i gënyrë për ushtrin e për policin, për bes tërp është. është tërp. Shkojna. Ti kalzojna diqka. Ma shumë. Gora Ramush Haradinaj, ti që për lëvdon ushtrin, sa ka pas armatim ushtria. Këta dil demantohet, nësë është ranë. E që ky njeri i Sërbis, që ky që i punën kryja në Sërbi, punën për Sërbi, të shqyqëm se çka ka bu për ushtri. Ka pas armatim e municion. Policia e Kosovës, se sa ushtria e Kosovës. Bili atin e çfarë? Që kjo është ajo ushtria që ti për livdon, Ramush. Që tu është s'ka pas buk me hongër, Ramush. Që kjo ushtria është sajnë kon ju.
Po jo s'është Albini. Ma me mashtrime. Ma se s'bën. Gjithë ki burë me dalë me rajtë para kamerave është tërpi botës, bre. Për besë tërpi botës. Nuk pes buti hiç me thonë genjen, po ranë se na ke qujtë zagarë. Ma shumë ka posë armatimi municion në për Oda se në kazerma të shtrisë. E tash, tash sa pare i bëm kjo qeveri për ushtrin, e sa keni lonë një. Rambo. Kallaj mi thonë veti Rambo. Po Rambo është emën i madhë. Ti si Rambo, duvi bo qëto që i ka bo Albi Kurti. Ose jo veç ti, po përgjithësi opozita. Jo me lonë ushtrin mjerim. Me lonë me kallasha me altia. E me dalë marrë me njerëz, e me grutë kryeministrit. Shkojnë amiq? 4 vitet e ardhshme do të ndojmë buxhet mbi 1 miliard euro. 1 miliard euro. Funksionalizimi i fabrikës së municioneve dhe zhvillimi i industrisë ushtarake të Kosovës. Ja pse i thëjmë Albin Baba. Albin Baba ta ongësha, atë zemër ta ongësha. Trujt i madhi Zot. Trujt Zot i për njerëzve të këqi. Ja pse duhet me dasht. Ramush Haradinaj, sa dush që ja ki i nati. Dush me për krabre. Sidomos kur është për çështje kombëtare, kur është për ushtri, kur është për polici. Do me për krah. Me kon një për ton, ton për një. Për karrika tani bënë të sopa. Si ty, si ky, si aj. Po jo me shpiv, se s'bën bre. Nuk bën. A keni njëherë Albin Kurtin ka thot Ramush Serbia. Ramush i ka punu për Serbin. A keni? Asnjëherë. Këto që po thom, ka me dokumentu, për kundërzi, të ka mbrojt. Shkojnë amish. Është prioritet. Haradinaj u lirua? Prit pak, Daut Haradinaj, Ramush Haradinaj, dëgjone fort mirë kryeministrin e Kosovës, që të Serbin e Serbis, që të bashkëpunëtorin e Serbis, që punon për Serbi, gruaja ti punon në Serbi, që të ka mbrojt ty personalisht Ramush Haradinaj. Edhe u qëken. Okej? E mas soj deklaratit që unë përbëj, këtë vit që beshoj, Allah ila prap del thuj që Albini është i Serbis. E tani ty bravo të kohë burë, që të s'kam qatë thëmë. Shkojnë amiq. Po nga gjykata e Hagës, Miloševiqi u dënua, ndihmë dhe në burg. Ja, ma shiko, unë nuk mund të pranoj debatin ku Haradinaj barazohet me kriminalët serb. Që ishim në Hagë, si bëna ta atë fletisht. Daut, Ramush, a keni një deklarat. Unë thot nuk mu e krahazoj Ramush Haradinaj me kriminal sërb. E ju, pe boni sërb, bravo e koft. Zoti i rujt. Shkojnë amiq. As të ngjajshëm, as të barabar. Unë besoj që duhet jetë ndaluar që të vihen në të njëjtën fjali luftëtarët ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kriminalët serb. Nuk është mirë me luftu pakica tua. Si ka luftu kë, s'po lufton. Ky po lufton krimin edhe hajnin. S'ka për kërgjë me pakiza me shumica. Ditë në ishti mran, me një të gru. Nuk është mirë me luftu pakica tua. Nuk është me ditë në ishti mran, me një të gru. I ka shti, i ka thirë, qysh me ishti mrana, qysh me thirë, unë po foli këta për vete, për kuza kjo i ka thirë, kur je që unë i Serbi, i Serbis, po në me Serbin. Qysh? Jo, Rambo, jo, nuk shkon të punë kështu. Dush me qelë kanalin mirë, për me ardhujt. Se po se qelë e mirë aty s'ka uj, s'del uj, s'vjen uj. Jo jeni ata që duhet me miell.
Miqtë të dashur, po ju bëj thirrje për këtuit, mos ofendoni, mos shale, s'na ka hije, jem shqiptar, mos i gëzojmë këshin, mos e gëzojmë kërkonin hiç, biz gjitha jem shqiptar pa dallim partije, kështu që ne mundëm me analizu, me kritiku, por jo me ofendu, se ofendimi nuk na son kërkon. Sidomos neve si shqiptar nuk na takon. Kështu që miqtë të dashur, ju përshëndes, Zoti ju rujt gjithëve anë e botës. Respekt për secilin.